Hakmarrja për një konflikt të ndodhur rreth 15 vite më parë është pista e parë mbi cilën po hetohet atentati i dështuar ndaj 50-vjeçarit Ermir Kërtezi në Elbasan. Megjithatë, versionet kontradiktore të palëve kanë bërë që hetuesit të mos përjashtojnë mundësinë e një konflikti më të afërt në kohë. I arrestuari Poli Boriçi, 52 vjeç, mësohet se e ka lidhur sulmin me një ngjarje të vjetër, duke pretenduar se Kërtezi i kishte plagosur vëllain. E bëra për t'u hakmarrë për vëllain tim, të cilin e ka plagosur 15 vite më parë. Mësohet të ketë deklaruar Boriçi para hetuesve. Sipas versionit të tij, plagosja e kishte lënë të vëllain me pasoja të rënda shëndetësore deri në paralizim. Ky pretendim dhe rrethanat e ngjarjes së 15 viteve më parë janë tashmë pjesë e verifikimeve të grupit hetimor, por një version tjetër ka dhënë vetë Kërtezi. Ai ka deklaruar se konflikti i vjetër ishte mbyllur dhe marrëdhëniet mes dy familjeve ishin normalizuar prej vitesh. Sipas tij, familjet jetonin pranë njëra tjetrës dhe gjatë 15 viteve të fundit nuk kishin patur probleme. Pikërisht kjo mospërputhje ka zgjeruar hetimet. Burime nga grupi hetimor bën me dije se po verifikohet nëse mes Boriçit dhe Kërtezit mund të ketë patur një konflikt tjetër kohët e fundit, i cili mund të ketë shërbyer si shkak për sulmin. Ngjarja ndodhi rreth orës 12:40 të së shtunës në një lokal në hyrje të Elbasanit, në prani të klientëve të shumt. Pamjet e siguruara nga media tregojnë 50-vjeçarin Kërtezi të veshur me një bluzë të zezë, teksa del nga ambientet e brendshme të lokalit, kalon në pjesën e jashtme dhe ndalet për pak çaste. Lëvizjet e tij ndiqen nga Boriçi, i cili ndodhi në lokal në shoqërinë e bashkëshortes. Sipas pamjeve, 52 vjeçari ngrihet, afrohet drejt Kërtezit dhe nxjerr një pistolet, të cilën ja drejton në kokë. Në momentin vendimtar, arma nuk ka shkrepur. Kërtezi ka reaguar duke e shtyr 52 vjeçarin dhe më pas është larguar me vrap. Boriçi e ka ndjekur për disa metra, por më pas është larguar nga zona. Arratia e tij ka zgjatur pak, pasi policia e lokalizoi dhe e arrestoi. Arma e zjarrit që dyshohet se u përdor gjatë sulmit është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Hetuesit po rindërtojnë tashmë historikun e marrëdhënieve mes palëve, duke verifikuar si ngjarjen e pretenduar të 15 viteve më parë, ashtu edhe nëse mes Boriçit dhe Kërtezit ka patur përplasje të tjera në periudhën e fundit. Këto verifikime pritet të përcaktojnë nëse atentati lidhet me hakmarrjen e pretenduar nga i arrestuari apo me një motiv tjetër.